në Tiranë për të bashkëbiseduar me një personazh tepër të veçantë. Çka është infertiliteti? Është gjendja kur një çift nuk arrin të ketë shtatzëni pas rreth 12 muajsh marrëdhënie të rregullta e pa mbrojtje. Mund të ndodhë si tek gruaja ashtu edhe tek burri dhe shpesh është rezultat i disa faktorëve të ndryshëm. Shkaqet më të shpeshta tek gratë janë probleme me ovulimin, bllokimi i tubave fallopian, endometriozis, çrregullime hormonale, mosha avancuar riprodhuese e tjerë. Shkaqet tek burrat, numri i ulët i spermatozoideve, lëvizshmëria e dobët e spermatozoideve, probleme hormonale, infeksione ose faktor gjenetik. Sot, realisht në botë, 1 në 8 çifte kanë probleme apo përballen me infertilitetin. Por shkenca ka arrit që të bëjë zgjidhje. Steriliteti nuk mund të zgjidhet, por infertiliteti gjithsesi. Kishim rrugtuar nga Prishtina në Tiranë tek një doktoresh e nderuar, e cila ka një përvojë të gjatë, tani më është 70 vjeçare, por ka krijuar një klinikë në Rom e një klinikë në Tiranë, së shpejti mendohet edhe në Prishtinë për të biseduar për këtë segment të jetës që quhet infertilitet. Dhe ku çiftet e reja mund të gjejnë derman. E ndjekim. Përshëndetje të gjithëve. Jemi këtu në një moment të jashtëzakonshëm. Siç e dini ju, gjithmonë tham të rrallë, të pritur ka herë. Kur po bisedonim me një doktoresh shumë të nderuar në telefon, e lam që të takohemi në Tiranë, në Tiranën time, që kisha debulesë të rjetën, që doja që një ditë edhe të studioja. Dhe me që ishte edhe doktoresh, sigurisht se debulesa ime i te i kalon të caqet edhe kufit, dhe me dashurin më të madhe kemi udhëtuar për një Tiranë për të atakuar doktoreshin e nderuar Hysnie Aliko në ordinancën e së cilës jemi, apo të themi në absolutisht nuk mund t'i themi veç ordinancë, doktoresh. Në studio. Në studion e saj, në klinikën e saj, poliklinikën bilim. Ma klinikë më shumë, sepse është komplekse si... Doktoresh, knasi është që jemi bashkë. Faleminderit që na pranove dhe që jemi këtu bashkë. Në spektaklin tim që quhet Odeon, në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur, që në realitet jep atë vullën vendimtare që Odeoni, Oda, është baba dhe nana e teatrit mbar botëror, që nga Pellazgia deri më sot. Do më thënë nga neve e marrën kështu. Dhe është e rëndësishme që do të flasim bashkë për juve, për personalitetin tuaj, personazhin tuaj, një doktoresh shumë e suksesshme, vite të tëra suksese, punë në Shqipërinë mam, specializim në Shqipërinë mam, pastaj në Itali, dhe sot vleni për një emër që është shpresa e mira qifteve, edhe femrave grave që pretendojnë të bëhen nëna, sepse godisni atyri u dhem edhe neve në përgjithësi si shoqëri, na dhem më së tepërmi, do më thanë fertiliteti, edhe ata që janë që kanë probleme, steriliteti e infertiliteti, ju jeni shpëtimi i tyre, shpresa e tyre. Është kënaqësi që po bisedojmë bashkë, po për të gjitha këto do të kalojmë në një moment tjetër të flasim. Fillimisht më intereson, keni shumë vite në mjeksi, sa tu kanë bërë mjeksi krejt? Tash, jo vetëm si ginekologe, edhe si doktoresh, edhe si krejt në shëndetësi. Okej, përpara se të flas për veten, duhet t'u falenderoj ju që arritët më vinit në studion time. Unë kam mbaruar në vitin 79 mjekësinë në Shqipëri dhe mbas disa vitesh pune, u largova në, siç gjithë populli jonë që pa ishte në lëvizje, u largova në Itali dhe momentalisht punoj gjysmën e kohës në Shqipëri dhe gjysmën në Itali, duke ushtruar profesionin tim në të dy vendet, duke marrë të mirat e atij vendit dhe të mirat e vendit tim për t'i gërshetuar për të arritur ajo që është më e mira. Ju, edhe përfaqësoni edhe klinika juaj Genezis, që operon edhe vepron këtu, në realitet sjell edhe përvojat nga Italia. Por, le të kthehemi edhe një herë në atë Shqipërinë
që s'ka fare rëndësi sistemi politik që ishte, por në vitin 1974 keni fillu studimet, a? Po, unë kam filluar studimet që në vitin 1974. I thoje vetës doktoresh sepse ne, edhe unë jam mjek me profesion, sa po kemi fillu, që javën e parë i thonim njëri tjetri doktor. Kam mbaruar në 79 dhe në ato kohë ishte nderi madh të emri doktoresh. Absolutisht. Dhe këta emër unë jam munduar që ta mbaj që këtu dhe deri në Itali. Deri në Itali. Dhe në ishte dëshira ime madhe. Sa po mbarove mjekësin? Punove për vitet të tëra? Sa mbarova mjekësin, punova një 10 vjetë si mjekë e përgjithshme. 10 vjetë. Pastaj bëra specializimin dhe në të njëjtën kohë pastaj mbas punës time këtu, u largova për Itali dhe vazhdova. Specializimin e bëra për ginekologji? E bëra për ginekologji. E kishe ndarë apo ginekologji të përgjithshme? Në përgjithësi, specializimi në Shqipëri është obstetrik ginekologji. Obstetri ginekologji. Kurse ikja në Itali, bëri atë që duhet të bëja konvalidimin, rinjohjen e diplomës nga Shqipëria në Itali, kështu që kam bërë gati dhe një universitet tjetër në një moshë një çik më. Shkova në Romë dhe aty kam për 35 vjetë. Në kryeqytetin e botës, të civilizimit të botës. Është kënaqësi e madhe. E kishe edhe si dëshirë më herët? Jo, ishte rastësi, ikja e djalit tim me sportin, më bëri që të ndiqja djalin dhe në të njëjtën kohë ju futa dhe mjekësisë. Sa bukur, ndoshta djalin, po vazhdove profesionin. Po. Nuk e lënë në asnjë mënyrë. Por duhet të falenderoj dhe të gjithë mjekët italianë që më kanë mbështetur dhe nuk jam ndjerë huaj as atje. Nostrifikimi i diplomës, kishte vështirësi? Kishte vështirësi të Si e pranoni italianët të diplomuarin, të specializuarin shqiptar në atë kohë? Okej, atëre ishin çike vështirë vitet e para, po sa ishin hapur këto dyert e njohjes së diplomave. Ishte vështirësi sepse unë bëja një esim të diplomës mas 16 vjetësh punë, nuk isha nxënëse, nuk isha studente, nuk isha 20 vjeç, isha 38 vjeç kur bëra. Dhe dash disa provime për të bërë një esimin e diplomës. E kishe të vështirë? Po, gjuhën italiane e nifje? Atëre, gjuhën italiane e mësova në vend, sepse njifja shumë mirë gjuhën franceze. A, gjuhën franceze? Dhe më ndihmoi shumë. Parlez-vous français? Parlez-vous français. Tash gati e kam haruar franceze, sepse jam vënë vetëm italiane. Gjithë kia. Doktoresh Hysnie, ju në realitet, ashtu si që ju anonqova në fillim, vleni për një shpresë më shumë, gjithsesi, në shpresa. Sepse gjithmonë, këta që kërkojnë ndërman të kju, mund t'i quajmë pacient? Atëre, ky është një problem që ka qenë gjithmonë në diskutim. Nuk mund të quhet patologji një shqetësim që sot edhe mund të mos ta di pacienti. Por, në bazë të qëllimit që ka, del në pa që mund të ketë një problem. Por nuk është patologjik, është një problem, është një vështirësi, mund të thuhet, për të arritur atë që do të arrijë një çift. Gjatë viteve në punën tuaj, ju sikur jeni specializuar për sterilitetin, infertilitetin, fertilitetin edhe këto. Çfarë është steriliteti tek çiftet dhe sa është i shpeshtë sot? Okej. Atëherë, unë të njëjtin specializim, do më thënë, e vazhdoj si këtu dhe atje kam 20 vjetë që vinë në Shqipëri, kam hapur këtë qendrën time që quhet Genesis, që kolaboron me një nga qendrat më të mëdha të Grimaldit Medical Group dhe punoj me italian. Steriliteti ka një ndryshim të madh midis fjalës sterilitet dhe infertilitet. Sterilitet do të thotë që një çift është e pamundur që të krijojë një fëmijë, për shkaqet shumë madhore si mund të jetë një malformacion i lindur i femrës, mund të jetë një azospermi, mungesa e spermës së burrit, mund të ketë probleme të pakorrigjueshme. Pra, steriliteti është e pamundur që të arrihet gjendja finale për të konceptuar një fëmijë. Kurse infertiliteti, domethënë ky është dallimi, ka vështirësi në krijimin e një bebe. Pra, kjo varet nga shkaku që ka infertiliteti dhe me anë të metodave të ndryshme dhe shkenca që ka arritur sot, ta zhvilloj sa më mirë këtë pjesë të infertilitetit, duke filluar që nga problemet më të lehta deri nga problemet më të vështira që bëhen sot. Cilat janë shkaqet më të zakonshme që një çift mund të ketë vështirësi për të patur fëmijë? Shkaqet janë të ndara, shkaqe femërore, shkaqe maskullore dhe shkaqe të panjohura.
Me statistika 40% janë shkaqet femërore, 40% janë maskullore dhe 20% janë shkaqet i njohte, themine, të panjohura. Domethënë nuk gjendet asnjë shkak. Shkaqet të femrat, domethënë po